Izraeli nisi një val bombardimesh të martën në mëngjes në rripin e Gazës, në sulmin më të madh që nga janari, kur hyri në fuqi një armë pushim 2 mujor. Autoritetet palestineze raportojnë se të paktën 400 persona janë vrarë, shumica gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se këto sulme janë vetëm fillimi dhe se çdo negociatë më tejshme për armë pushim do të zhvillohet nën zjarr. Ai urdhëroi sulmet pasi Hamasi refuzoi të ndryshonte kushtet e marrëveshjes së armë pushimit. Ushtria izraelite u kërkoi banorëve të Gazës lindore të evakuohen drejt qendrës së territorit, duke sinjalizuar një mundësi për rifillimin e operacioneve toksore. Kjo ndodh në një kohë kur organizatat humanitare paralajmërojnë se furnizimet po mbarojnë, pasi Izraeli ka ndaluar dërgimin e ushqimeve, ilaçeve dhe karburantit për 2 javë me radhë. Hamasi raportoi se disa lider të tjerë janë vrarë gjatë sulmeve, përfshirës Sam al-Dalis, kreun e qeverisë në Gaza, ministrin e brendshëm Mahmoud Abu Atfa dhe Bahiyat Abu Sultan, drejtorin e sigurisë së brendshme. Ndërkohë rebelët në Houthit të Yemenit hodhën raketa drejt Izraelit për herë të parë që nga nisi armë pushimit. Ushtria izraelite deklaroi se raketat u kapën para se të arrinin në territorin e saj. Kryeministri izraelit po përballet me presion në rritje nga brenda vendit për mënyrën se si po menaxhon krizën e pengjeve dhe vendimin për të rikthyer luftën. Protestat masive janë planifikuar, ndërsa familjet e pengjeve i kanë bërë thirrje Netanyahut të ndalë ofensivën për të mbrojtur jetën e të mbijetuarve. SBA ka mbështetur Izraelin duke fajsuar Hamasin për fillimin e luftës. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare deklaroi se Hamasi kishte mundësinë të lironte pengjet për të zgjatur armë pushimin, por zgjodhi luftën. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, paralajmëroi se dyert e ferrit do të hapen në Gaza nëse pengjet nuk lirohen. Lufta 17 mujore ka shkaktuar mbi 48.000 viktima palestineze dhe shkatërimin e gjerë në Gaza. Me rifillimin e luftimeve, një zgjidhje paqësore duket më e largët se kurrë.